Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ulni tensionin e gjakut në 5 minuta. Mjeku zbulon sekretin që është plotësisht falas. Pothuajse çdo person ndonjëherë e gjen veten në një situatë ku presioni i tij është i ngritur. Në ndikimin e stresit apo aktivitetit të tepërt fizik, muskujt tendosen dhe enët e gjakut ngushtohen duke krijuar presion. Kujdes, është e nevojshme të relaksohen muskujt sa më shpejt të jetë e mundur. Lou Hansen, mjek i klubit të futbollit, zbuloi sekretin e mjekësisë kineze i cili mund të përdoret për të rregulluar presionin e gjakut në vetëm 5 minuta dhe pa ilaçe. Mjekësia kineze beson se gjëja më e rëndësishme është rrjedhja e duhur e gjakut në muskuj dhe inde. Nëse gjaku ngec diku në trup, atëherë zhvillimi i sëmundjes fillon në atë vend dhe anasjelltas. Nëse sigurohet rrjedhja adekuate e gjakut, trupi do të jetë në gjendje që të kurojë shpejt sëmundjen. Kjo është arsyeja pse masazhimi i pikave kyçe ndihmon në shërim. Në këtë rast, bëhet njëkohësisht fjalë për vetëm 2 pika. Kjo nuk është asnjë pikë, por një V. Ajo kalon pas llapës së veshit deri në mes të kockës së klavikulës. Kjo linjë nuk duhet të shtypet dhe as të masazhohet, por të përkëdhelet shumë ngadalë me një lëvizje pothuajse të padukshme të dorës nga lart poshtë, mezi prekje me majat e gishtave. Përsëriteni 10 herë në njërin anë, pastaj kaloni në tjetrën, e njëjta gjë po 10 herë. Kjo pikë ndodhet në pjesën e fytyrës në nivelin e llapës së veshit, në një distancë prej gjysmë centimetri nga veshi në drejtim të hundës. Kjo pikë duhet të masazhohet me majat e gishtave për 1 minutë në të 2 anët e fytyrës. Shtypni fort, por jo deri në pikën e dhimbjes. Nuk ka rëndësi në drejtim të akrepave të orës apo në të kundërt. Është e rëndësishme që të ndjeni presion në një pikë të caktuar. Pas këtij trajtimi të thjeshtë, presioni i gjakut duhet të rikthehet në nivele normale. Këtu gjithashtu do t'ju njoj me këshillat se si të ulni tensionin e lartë të gjakut në dimër. Ulja e temperaturave gjatë stinës së dimrit mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të tensionit tuaj të gjakut. Ulja e temperaturave gjatë stinës së dimrit mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të tensionit të gjakut. Arsyeja kryesore ka të bëjë pikërisht me mungesën e aktivitetit fizik në dimër, konsumit të lartë të kripës dhe ngushtimit të enëve të gjakut për shkak të temperaturës së ulët. Trupi kufizon qarkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brendshme dhe kësaj tensioni i gjakut të rritet. Këto janë këshillat se si të ulni tensionin e lartë të gjakut në dimër. Ekspertët kanë përpiluar 6 këshilla praktike se si të mbani nën kontroll dhe të ulni tensionin e gjakut në stinën e dimrit. Minimizoni qëndrimin në ambiente të jashtme për të paksuar ndryshimet e befta në barrën e punës për zemrën. Shmangni lodhjen dhe ngritjen e peshave të rënda. Vishuni trash për të ruajtur temperaturën e brendshme. Mbani gjithmonë shall dhe doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturës së jashtme. Shmangni alkoolin dhe kafeinën, të cilat shterojnë nxehtësinë e brendshme të trupit. Kujdesuni që të hani shëndetshëm dhe të kufizoni konsumin e kripës. Ushqimet ideale që ulin tensionin e gjakut. Ushqimet të cilat janë efikase në uljen e tensionit të gjakut janë boronica dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë ul rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronicat, luleshtrydhe dhe mjedra kanë pak kalori dhe janë të pasura me antioksidantë dhe me fiber. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin një dozë të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Drithrat, një pjatë me drithra të plotë me fibra siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit, ulin rrezikun e tensionit të lartë.
Studiuesit të Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasisë së medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxari i kuq. Panxari është i pasur gjithashtu me substanca nitrat që i bën mirë zemrës. Studimet thonë se nitrati tek panxari ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë me përmbajtje prej 60 deri në 80% kakao në ditë, mund të ulë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur edhe me flavonoidë të cilët zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë natyrale. Spinaçi. Spinaçi është një burim i pasur me kalium dhe magnez që e mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, por edhe eliminojnë kripën e tepërt e cila është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega-3 plot vlera për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe të atakut në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbrina, toni, merluci dhe harenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është i pasur me kalium, fibër, magnez, vitaminë C dhe kalium, që sipas studimeve ndihmojnë për uljen e tensionit të gjakut. Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban doza ditore të rekomanduara të vitaminës C. Kjo vitaminë është antioksidant dhe promovon tensionin normal të gjakut. Si të ulni tensionin e lartë të gjakut në mënyrë natyrale. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Në qoftë se nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mundet që të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente me të cilat shoqërohen me efekte anësore apo kontraktime të muskujve. Por, ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet këtij artikulli ju do të mësoni kurat natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë është ajo me lëng limoni, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut duke ulur kështu tensionin. Kura me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë që të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se ju të flini. Mirëpo, duhet të dini se këto informacione kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.